prej fotografive të përgjasimit të besimtarëve në festat e tyre është mbartja e festave të tyre në tokat e muslimanëve apo në shtëpitë e muslimanëve. Për shembull, kemi rastin e Sirisë, më të freskët, ku apo u bën një luftë shumë vjeçare, vdiqën shumë njerëz, u masakruan shumë njerëz, u dëbuan shumë njerëz, u humbën shumë njerëz, nuk dihin ku janë dhe kështu me radhë. Dhe në fund vjen Bashari me mjekër, Ahmed Sharr apo Muhammed Gjaulan që ka qenë më herët, kjo është Bashari i njëjtë, është Bashar vetëm me mjekër është kjo. Për shkak se nuk ka bën ndonjë lëvizje apo dallim tjetër prej gjendjes së Basharit, po foli në aspektin e udhëheqjes së institucioneve shtetërore. Domethënë lirimi i disa të burgosurve që kanë qëndruar me vite në përburgje të Basharit, lirimi i tyre dhe nga ana tjetër burgosja e shumë prej atyre të cilët e kanë ndihmuar ata për ta ngritur shariatin dhe tash kur vjen në fund me demokraci i mbyll ata të cilët kanë qenë me atë për ngritjen e shariatit. Dhe dal ushtria e tij dhe policia e tij me armatim e ruajnë mos ta prekë dikush brevin e paganizmit. Ku? Në tokën e Shamit. Në tokën e Shamit, për cilën tokë u derë shumë gjaka, po, për ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Mbartja e festave të krishterëve dhe jehudëve dhe të paganizmit në tokat e muslimanëve.